Përshëndetje të nderuar. Rruga drejtë dhe këtë tentë është bashkë me ju. Siç paralajmëruam edhe në edicionin e lajmeve, sonte në këtë studio me mua bashkë janë njerëzit të cilët në vitin 2001 ndoshta janë shikuar përmes tytave të pushkave, por sot janë këtu për biseduar, për treguar hallet e tyre dhe për pikpamjet e tyre për problemin i cili po preokupon tërë shoqërinë tonë në 2 muajt që po lëm pas. Me mua në studio është Stojan Çangelov, kryetari Dostojnstwës, pjesëmarrës i drejt për drejt në konfliktin e vitit 2001. Mirë se erdhët. Dobro najdov. Besim Hoda, kryetari organizatës veteranëve të UÇK-s. Besim, mirë se erdhët edhe ju. Me neve është edhe Aco Stojanovski, kryetari i Unionit Branitjellave. Aco, dobro dhe jetë. Edhe zoti Abedin Xhymberi, aktiv në politik, por pjesëmarrës në i drejt për drejt në konfliktin e vitit 2001. Zoti Abedin, mirë se erdhët edhe ju. Unë kam për borxh para se të startoj këtë debat, them edhe 2 fjalë për atë se si rrjedhi marrëveshja për të ardhur njerëzit këtu dhe kush krejt ishte i ftuar. Do ta bëj sqarimin e parë në gjuhën maqedonase për të kuptuar edhe ata të cilët nuk mund ta kuptojnë gjuhën shqipe, që mos ta presin ditën e shtunë për ta parë emisionin me titra dhe me përkthim. Sa kanë dokażem дека na ova debata, odnosno должен сум да споменам дека беа поканети членови на организацијата Бедем, со кој ја вчера стапив во контактирав со човекот таа организација кој ме препрати за моје изненадување да се обратам кај господинот Илија Димовски од ВМРО ДПМН да реши кој нивен представник би дошол во дебатава. Се јавив коректно кај господинот Илија Димовски, кој тоа го интерпретира како провокација од моја страна, значи тоа ниту била моја цел да провоцирам или навредам. Јас го направив тоа што ме посочија луѓето од Бедем да се обратам кај нив за да одредат кој би ги представувал во оваа дебата. За жал нема таков човек вечерва во нашата емисија, но затоа се сите останати со кои што се договоривме. Në gjuhën shqipe do të them gjithashtu se edhe përfaqësuesit e shoqatës veteranëve të luftës të UÇK-s ishin të ftuar këtu, por zoti Fazli Veliu tha se nuk e sheh veten në një debat tillë që 2-3 veta të flasin në emër të një ushtrie. Dhe për atë arsye ai nuk është sonte këtu bashkë me ne. Zoti Angelov, si e pat ju, si e shifni këtë që ka ndodhur me Bedemin? Kush e përveçson këtë organizatë? Ова веќе се случува со години. Македонија во тој поглед имаме коментари дека веќе ја надмини и Србија во времето на Милошевик. На секој протест власта одговора со контрапротест, на секоја појава на организација или на постоечка организација која што е опозиционо настроена, власта веднаш создава паралелна организација. Таков е случајот и со Сдруженијата на бранители и самиот вие бевте сведок на кој начин функционират. Знаете дека кога прават пресконференции вообичаено читат од лист нешто напишано кое што се гледа дека не е напишано од нив, бидејќи се мачат да го прочитат, и вие сте сведок дека кога сте побарале човек од она паралелно здружение кое што треба да опозиционира на достоинство, ви упатиле кај Илија Димовски, човекот кај кој што сте се јавиле, бил само многу искрен, бидејќи така е навикнат кога комуницират со Сител и со Канал 5, и тој мислел дека тоа е нормално, бидејќи со друга телевизија досега немале комуникација. Зoti Besim, si e shifni ju krejt këtë muaj që u bë brenda këtyre 2 muajve me propozim ligjin për branitjellat, dhe kjo që është duke ndodhur deri më sot? Shifre, nuk është asgjë e re konkretisht nga njerëzit që i njohin dhe thanat brenda për brenda dhe mënyra se si zhvillohet politika në Maqedoni. Ne vlerësojmë që kjo është një tip i ri propagandës politike, duke ngritur tensionet brenda për brenda vetë koalicionit nga dështimet e njëpasjeshme që bëjnë politike dhe normalisht për të nxjerrur në sipërfaqe aktor të ri, figura të reja që do t'ju duhen sigurisht në zgjedhjet e ardhshme lokale. Ato si e shifni ju gjithë këtë debat që po zhvillohet? Është debati real? Kjo me propozimin e ri, branitellat deri tani janë miratuar disa ligje. Nëse nuk gaboj 4, tani propozohet një ligj i ri. Si e shifni ju këtë debat në opinion tash që po zhvillohet? Значи, ние дадовме своје мислење во медиумите дека секој предложен закон е добар, со оглед на тоа да ги опфаќа и
poginatите od prostorите na bivša JNA, како и мировниците. Меѓутоа, во поглед на правата на бранителите, според постоечкиот закон, каде што и со овој предлог закон предлагачот констатира дека не е доследен и не се применува и не ги се опфаќа сите проблеми и ги решава. Значи, ние имаме свој став за кој што малку подоцна би се вклучил со невладино согледување на фактичката состојба во поглед на тоа каде се наоѓаат овие бранители. Забелешката не е прва дека ова не е закон за бранителите, него законот има убаво име, закон за посебните права на припадниците на безбедните сили, каде што припаѓа, значи и нивните семејства, каде што ги опфаќа и погинатите во просторите на бивша Југославија, како и мировниците кои што погинаа пред 4 години во хеликоптерската несреќа. За сега толку. Заведен. Po, që nga mbarimi i luftës, do thotë, edhe nga arritja e marrëveshjes së Ohrit, është dashur me kohë që ky problem deri në përmbylljen e datës caktuar, vitit caktuar që ka qenë 2004, është dashur krejt problemet që kanë qenë të zgjidhen, edhe do thotë pas 2004 të fillojmë me një funksionim këtë të ri, normal edhe me një qetësim të situatës. Momentit cilin VMRO DPMN ka propozuar ligjin, mendoj se është një lojë e flisht e vetë VMRO DPMN-s për të provokuar pjesën shqiptare dhe për të treguar gënximshmëri se ja ne jemi ata të cilët bëjnë çmos në këtë shtet dhe kërkush nuk na pengon në këtë rast. Fatmirësisht partitë politike shqiptare tash në momentin e fundit po e pengojnë janë të njëzënshëm dhe fuqishëm janë duke e penguar këtë ligj dhe jam I bindur se ky ligj nuk do të lejohet që të kalojë për shkak se kalimi I këtij ligji pastaj sjell shumë probleme të tjera, të cilët I kanë potencuar edhe vetë pjesë partia që është në pushtet, do thotë I ka treguar se kalimi I këtij ligji çon në një situatë të rrezikshme për vetë Maqedoninë, ku vetë partia në pushtet e VMRO DPMN-s duhet të analizon dhe ose ta tërheq ligjin ose të ulet të gjejnë një zgjidhje të përbashkët për të dy palët, nëse don ta qetëson Maqedoninë ose nëse don të rehabiliton gjitha ato pjesë të luftës e cila na ka sjellë deri më sot. Санче, како гледате на оваа ситуација? Како на пропаганда, јас веќе кажав, ја цитирам професорката Ванковска дека ова е димна завеса, чадна завеса за замојување на јавноста и бранителите и добивање на политички поени кај граѓаните на Република Македонија. Сметам дека од корист и за ВМРО ДПМН и за ДУИ. Иронијата е во тоа што новиот овој предлог закон кој што го нуди пратеничката група на ВМРО ДПМН безмалку не нуди ништо повеќе од она што е донесено во 2002 година. Например, ќе спомнам дека за бранителите кои што не се повредени има предвидено само едно право, а тоа е признавање на стажот во двојно траење, што значи ако некој резервист бил 2 или 3 месеци учесник во војната, ќе добие 5-6 месеци стаж. Меѓутоа, се поставува едно прашање зошто ВМРО ДПМН одеа со нов предлог закон. За вакви козметички корекции ќе беше доволно доколку одеа со измена и дополнување на постоечкиот закон. На тој начин немаше да допрат во дефинициите од 2001 година и политички ќе можеа да го истуркат и не верувам дека кај ДУИ ќе направеа таков отпор. Верувам дека во тој случај ДУИ ќе постапеше како и претходно, ќе гласаше против, но немаше да го закочи процесот. Носењето на нов закон, ВМРО ДПМН повторно ги отвара дефинициите за 2001 година и ние лично се согласуваме како достоинство со тие дефиниции. Драго ни е што и СДСМ ќе даде поддршка на тој закон во делот на дефинирањето на оно што се случи во 2001 година, но токму тој е жешкиот костен, бидејќи иако од 2001 година до ден денес се уште не е расчистено што се случило, односно едната страна има една дефиниција, другата страна има друга дефиниција, во овој закон кој што сега ВМРО ДПМН го предлага, пишува дека во 2001 година припадниците на безбедносните сили војувале со припадници на вооружени екстремистички и паравојни организации, а целта на бранителите била да ја одбранат територијата на Република Македонија, територијалниот интегритет. На тој начин и другата страна ја дефинира како вооружени екстремистички паравојни групации кои што имале намера да отцепат дел од територијата. Ние како достоинство мислиме дека тоа е најблиско до вистината, меѓутоа ако ВМРО ДПМН искрено сакаше да донесе неколку права за бранителите, не мораше да чепка во ова чувствителна материја, туку едноставно да предложи оние 2-3 работи кои што се разликува во овој предлог, без да ги допира овие дефиниции.
Ju thoni se pajtoni me ato që definon ky ligj, unë e kam këtu me vete një konkluzion gjykatës ndërkombëtare të Hagës, për padin që u bë ndaj forcave të armatosura të Maqedonisë, i vetmi raste që i ka pas në mbikëqyrje kjo gjykatë, ku thuhet se Këshilli i gjykatës është i bindur se ngushtin e vitit 2001 në periudhën relevante për akt padin në Republikën Jugoslave të Maqedonisë ka ekzistuar konflikti brendshëm i armatosur në cilin kanë qenë përfshirë forcat e sigurimit të Republikës Jugoslave të Maqedonisë, armata, policia dhe UÇK-ja. Askund nuk thotë se kanë pas formacione para ushtarake apo atë definicion që përmban ky ligj apo që ju që përfaqësoni. Jeni që të zgjidhet me ligj edhe statusi i pjesëtarëve të UÇK-s dhe familjeve të tyre, që janë qytetarë të këtij vendi, statusi i tyre, ajo parashqivet edhe me marrëveshjen e Ohrit, resocializimi i statusit, i cili zhagitet edhe 10 vite pas atij konflikti. За да ви одговорам на ово прашање, ќе морам да се вратам со неколку реченици назад. Јас сум убеден дека во 2001 година албанците не беа толку загрозени како што сакат да прикажат. Зборувам повеќе за екстремните албанци, не зборувам за сите. Сметам дека немаше причина за да има војна во Република Македонија. Можеби албанците немале да не се наваѓам сега, имаше конфликт. Појам од овде, доколку екстремистите не се кренеа со оружје против собствената држава, немаше да има убивања, немаше да има загинати од двете страни, немаше да има војни инвалиди, немаше да има разрушување и парите од Телекомот кои што тоа се немаше да дојде до истакнување на тие екстремисти, да немаше угнетување на правата на албанците во друг период. Ако влеземе на такъв начин. Македонците во Грција и во Бугарија немат никакви права. Прашањето ми е конкретно. Дали сте за решавање на статусот на борците на ОНУ? Ние во повеќе наврати сме го кажале нашиот став. Ние сметаме дека и ветераните на ОНА треба да бидат обештетени затоа што за детето кој што го изгубило таткото е исто дали од едната или од другата страна. Исто ако е некој војен инвалид, ако некој останал без екстремитет, без рака, без нога, ако е тешко ранет, без разлика дали бил во безбедносните сили или во УÇК, страдањата се големи. Меѓутоа, нашата разлика е во тоа што ние сметаме дека бранителите кои што ја бранеа државата треба да бидат обештетени да добијат право од државата за која што се бореле, додека другата страна, ветераните од ОНА, од УÇК, треба да барат права и бенефиции од оние за кои што се бореле. За тие кои што се бореле сега ги поставуваат во власт. Видете, добре, ќе продолжиме. Јас сметам дека луѓето беа изиграни и непотребно беа вовлечени во таа војна. За пониската раководна структура во УÇК. Добре, ќе разговараме сигурно и за тоа. Мислим? Nuk pajton absolutisht me bindjen që vazhdon dhe është edhimshme që edhe mbas 11 vjetjes spaku në aspektin human nuk merret guximi të thuhet e vërteta dhe të shihet në një pasojë shumë reale problemi. Unë do shë dashur që kolegu im të fus pak humanitet në drejtimin e trajtimit dhe të foljes, jo të hyjmë në politik. Shek se në qëse ne bëjmë një qasje politike është dorë vetëm mund vim në ekstremitetin që po ndodhen realisht në Maqedoni. Kështu që spaku në aspektin njerëzor dhe human. Duhet nuk folim për aspektin profesional që unë do të them edhe njerëz gjithmonë që kam deklaruar, unë jam shumë krenar për pjesëmarrjen time gjatë luftës 2001-shit, shumë krenar për punën që keni bërë, jo unë po gjithë ushtarët të UÇK-s besoj. Është e vërtetë që jam i shumë të ofenduar dhe të injoruar nga përfaqësuesit politik nga atëherë deri tani, kemi pritur realisht një qasje shumë më serioze, një ndrim të klimës, kur e them këtë nuk e them vetëm nga pala shqiptare e cila paguhet ekskluzivisht për të mbrojtur interesat e shqiptarëve, dhe kjo është një turp për ta mbi gjithash, por e them edhe nga pjesa politike e Maqedonisë, përfaqësuesit politik Maqedon, të cilët gjithmonë thirren në gjithë qytetarët e Maqedonisë, dhe pikërisht jo rastisht unë thash më herët që kjo është një lojë politike. Nëse ju kujtohet, sigurisht besoj që po, nga momenti që kryeministri i atëhershëm dhe i tanishëm, Nikola Gruevski, në organin më të lartë legjislativ pranë parlament, duke qenë po në njëjtin pozicion që është tani, deklaroi që derisa jam unë këtu, nuk do të ketë as ligj për ta shqyrtuar UÇK dhe as dy shqipe gjuzirtare, unë besoj që çdo pjesëmarrje shqiptare në parlament, në qeveri, në mënyrë të vazhdueshme, është vetëm një pjesëmarrje vetëm për interesa personale të ngushta të tyre dhe grupacionit që përfaqësojnë, dhe absolutisht jo në mbrojtjen e interesave të popullatës shqiptare për të cilën edhe paguhen. Prandaj them, çdo veprim nga atëherë, nga një njerëz i cili po bën po të njëjtat veprime
Dhe mbi gjithash, ai nuk ndryshon nga qëndrimet. Ju dini që ka qenë marrëveshje marsit, që ai dëshmoi që është një gënjeshtër, ishte edhe marrëveshje majit që trumbetoi shumë zoti Ali Ahmeti atëherë, dhe tha publikisht nga struga zoti Gruevski, më kujtohet që edhe kjo është një gënjeshtër e kulluar, dhe tha që gënjeshtra i ka këmbët e shkurta, që realisht del tani, dhe unë e kuptoj zotin Gruevski, i cili besoj që është një avantur të shekullit 21, i ushqyer me nacional romantizëm, por nuk arriti kuptoj dot përfaqësuesit politik shqiptar, dhe veçanërisht flas për përfaqësuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët në mënyrë jo të drejtë vazhdojnë në mënyrë turshme thirrjen në emër të UÇK-s dhe e shfrytëzojnë UÇK-n vetëm për interesa personale dhe realisht brenda këtyre 11 vjetëve sa herë që është dash të mbrohet vlerat e UÇK-s, jo vetëm ligji për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, për shkak se gjithë pjesëmarrja jonë, gjithë populli që mori pjesë në 2001-shin, duke u vënë në mbrojtje të UÇK-s, duke mbrojtur vlerat e asaj lufte, duke dhënë gjithçka nga vetja për të mbrojtur ata, nuk hyrin në luftë që sot përfitojnë 100 dëshmorë të rënë apo një pjesë e invalidëve, po thjesht hyrin në luftë, mbështeti luftën, delegitimoi politikën 11 vjeçare të servilitetit që po bënin subjektet politike shqiptare deri atëherë dhe mbi gjithash interesi i ushtarëve të UÇK-s, familjeve dëshmorëve është që të zgjidhet statusi i shqiptarëve në Maqedoni. Dhe jemi të bindur kur ky status i shqiptarëve në Maqedoni, qëllimi për cilën edhe nisëm luftën, edhe mbështetëm, qëllimi për cilën edhe ranë dëshmorët e 2001-shin, qëllimi për cilën edhe dhanë ekstremitetet e tyre, një pjesë e invalidëve të luftës, me shumë guxim, pas një pagesë, duke vënë në shërbim jetën, pjesën më çmueshme që e ka një person, thotë sigurisht që nderi më i madh për gjithë ta familje, mbi gjithash për rahatinë e shpirtrave të dëshmorëve të rënë, me të cilët ju e shihni që vazhdohet bëhet politik, duke dalë në fotografi dhe duke vënë buqeta lulesh, dhe duke menduar që kanë kryer obligimin e tyre, unë them edhe ka këto mbledhje që të bëjnë një apel të gjithë ata që thirren në emër të UÇK-s, që në gjë të tillë mund ta kenë drejt vetëm nëse ata zgjedhin statusin e shqiptarëve në Maqedoni dhe zgjedhja e statusit shqiptarëve në Maqedoni do të shpërblej gjithë familjet e dëshmorëve, gjithë ushtarët e UÇK-s dhe do të arrijë qëllimin dhe idealin për cilin do luftuam, që absolutisht nuk jam dakord me zotin Stojan Çangellov, i cili dëshmon që jemi pjesa ekstreme. Ka qenë pjesa më vitale, pjesa më e sakrifikuar dhe pjesa që vërtet e dashuron jetën, po jo një jetë robi, po një jetë të lirë së gjithë qytetarët dhe së gjithë bota e qytetëruar. Na kratка реплика, барам. Значи, во делот дали јас сум хуман во врска со моите ставови, јас ќе ве прашам дали беше хумано кога УÇК на 22 јануари 2001 година губи полицајецот Момир Стојановски во полициската станица Теарце во Тетовско, притоа ранувајќи еден албанец кој што беше на смена. Дали тоа беше хумано? И на тогаш започна војната, тоа беше првиот напад. Nuk jam absolutisht dakord, për shkak se njerëzit që kanë vepruar atëherë nuk kanë qenë pjesëtar nuk kanë qenë dveshur me uniformë të UÇK-s dhe këtu sigurisht nuk kanë informacione duhura për këtë rast dhe ky është rasti do të zgjidh shteti sigurisht. Unë këtë drejtim po ju kthem diçka tjetër. Janë 7 qytetarë shqiptar të cilët, më falni tani, thotë ju dëgjova. Janë 7 qytetarë shqiptar të cilët janë kidnapuar në rrugën nacionale nga forcat e policisë, janë dërguar në stacionin e policisë dhe thotë janë zhdukur. Thotë nga njerëzit të cilët i kanë paguar me dorën e vet. Dhe sot ata 7 persona janë të zhdukur dhe nuk gjendet nga shteti, ndërsa çfarë është bërë me sulmin e stacionit policisë në Tearc, sigurisht është shteti i cili paguhet, policia, gjyqi, gjykata e cila paguhet për këtë dashur të zgjidh problemin dhe unë individualisht dhe ju individualisht nuk besoj se do të hyni në këtë drejtim për shkak se unë atëherë kam ushtruar profesionin e farmacistit, profesion të cilin po ushtroj tani prapë me nder dhe jam kundër të gjitha mallverzimeve dhe mbroj me shumë fanatizëm. Kjo ka qenë qëllimi i pjesëmarrjes time në UÇK-s, vlerat e gjithë qytetarëve. Dhe ne sa kemi qenë në uniformë, ju garantoj mund të pyetni pjesat që kemi pas atëherë në kontroll, jemi sjellur shumë human në krahasim me forcat e policisë, të cilët kanë mbajtur uniformën e Maqedonisë, janë paguar me para dhe kanë pas në dorë edhe armët e blera edhe me paratë shqiptarëve dhe kanë vrarë gra dhe fëmijë. Окей. Само едно подсетување, наредниот ден по нападот на Теарце беше издадено комунике број 4 од ДОНА, официјално комунике број 4, со кое што се повикува славомакедонските полицајци да ја напуштат територијата каде што живеат албанците, да не ги дават залудно своите животи.
Значи то беше официален почеток на вооружените действия во Република Македонија. Unë do të mos hym në pjesën e analizës, për shkak se ne përfaqësojmë një shtresë, unë do të rrim konstant drejt asaj që përfaqësojmë, besoj, dhe për këtë sigurisht përgjigjen më të mirë mund t'u japë Lukçe Gorgijevski dhe Armon Xhaferi, indjer ose tjerë që janë mbrapa. Приключивте на оновие, научите кого се приключивте во nga kur kam lindur. Sigurisht besoj që kam qenë. во зборовна реформа во војната. Mirë. Do të japim edhe juve fjalën. Para se të fillojmë emisionin, më përmendët se keni qenë përfshirë në një nizm të shoqatave qeveritare, ku kanë bërë pjesë edhe pjesëtar të forcave të sigurisë, por edhe ata që kanë qenë në traditur në radhë të UÇK-s me një program për rehabilitimin e përbashkët. Duke pas parasysh këtë që ma përmendët si fakt se keni qenë përfshirë në një projekt këtil, mendoni se është e drejtë zgjidhet statusi i dyja palëve? Значи, видите вака, од нашето 11-годишно невладено делување за заштита на правата на бранителите, ние повеќе бевме оптеретени со своите проблеми и решавање на нашите проблеми од државата. Ние во 2001 година браневме државата и по завршување на конфликтот државата требаше со една сеопфатна програма да изврши ресоциализација после конфликтот, да ги ресоциализира учесниците во конфликтот. За припадниците, ние имаме една црвена линија за припадниците на страната на ООН, значи жално е што 11 години, таа е се уште црвена линија, жално е што 11 години досега партијата која што ги мотивираше, која што ги ангажираше во конфликтот, не презела ништо до сега да ги вработи, а толку луѓе вработија во јавната администрација, значи и на други места. Поентата, значи ние многу не се занимаваме како невладина организација, нашиот став е тој дека терористите не може да бидат изедначени. Меѓутоа, јас до 2004 до 2006 година ние правевме протести пред собранието поради тоа што во власта влегоа токму терористите, тие кои што пукаа на униформата, а 2002 година облекоа таа иста униформа на полицијата и на војската, значи баравме да влезе некоја друга политичка опција, не можеше да биде баш тие од војната, што се, ние не ги класифицираме како терористи. Јас сум припадник на МВР, учесник во конфликтот и за мене тоа е непријателска страна. Јас ја бранам државата, ги бранам имотите на сите граѓани, како на својата, така и на сите граѓани. Поентата е и во бранители учествуваа од сите етнички заедници, има погинати и албанци, двајца, значи, во 2001 година, односно 2002 едниот. Поентата ми е следна, значи ние повеќе се насочихме на решавање на тие проблеми пред проблемите на нашите бранители, пред протестите кои ги правиме пред собранието, баравме поставување на споменик за своите бранители, погинати бранители и имавме 2004 година медумскиот покриено секој 20 или 23 јуни ние бевме пред собранието, каде што укажувавме дека државата треба да направи проект за ресоциализација. И тогаш јас ги споменав дека треба подеднакво да се обештетат во смисла на социјални проекти, на социјална помош, да се обештетат и семејствата на погинатите, меѓутоа во смисла на социјална помош, а не на државна, во смисла да се изнајде некој начин на кој што ќе се задоволи и таа мајка плаче исто како и на погинатиот македонски бранител. Тоа е едното согледување што го имаме, иначе нашата досегашна активност ние повеќе насочихме и ние имаме проблеми од своите политички партии, како што вие 11 години не бевте обештетени од вашите, односно не знајдоа начин да ги решат проблемите на директните учесници на борците во ОНА од политичката партија на ДУИ, така и ние од сета до сегашна власт, почнувајќи од СДС до 2006 година, па потоа и ВМРО сега на власт, не најдоа начин и ние се уште се провлекуваме со несоодветно обештетување, односно има необештетени погинати семејства на необештетени погинати бранители, има семејства има ранети необештетени, а би го додал дека со овој закон сега како да политичките партии како последен надут или последна карта ја користат пред јавноста да покажат дека и само пред време на избори се сеќаваат на бранителите или на борците на ОНА. Значи, ние имаме уназад 6 години упорна преписка, писмени дописи барања, ако од СДС не баравме, само правевме протести пред собранието, да не се постави, да не се дозволи локација за еден споменик кој поставивме Ѓорче Петров 2007. Сега Никола постави доволно. Писмени дописи до него ги одбива 6 години. Сега одеднаш, поради настано случај или некои други нивни интереси политички, веднаш ние сме забранителите, а всушност, која ќе го образложи малку подоцна, тоа ќе види дека ова е еден вид специјална војна и против бранителите со овој предлог закон од страната на ВМРО ДПМН. За жал. Наша констатација. Që nëse kthehemi ata që tenton të janë që ata tregon se
s'është dashur të marrë deri te konflikti për shkak se shqiptarët e pas kanë pas drejta, ajo duhet të jetë një analizë ose një program i veçantë për atë çështë pjesë pse ardher te lufta. Lufta është dashur detyrimisht vjen deri në atë moment edhe ka ndodhur dhe jemi krenar pse ka ndodhur dhe jemi krenar pse e kemi mbrojt trollin ton. Për krahasim me juve, për dallim me juve që ju keni sulmuar trollin tim. Vën fjala te ke qenë ushtari i shtipit, i lindur në Shtip apo Pallanka, ku e di Bitol, ju keni ardhur, jeni uniformuar, keni ardhur, keni sulmuar fshatrat tona dhe rrethin ton na ku jetojmë shqiptar. Ne kemi mbrojt vendin ton. Ma tregoni një rast që një shqiptar ka sulmuar një fshat Maqedon ose një familje maqedone civil ose ka vrarë dikant civil në atë kohë. Kur veç fillon lufta, atëherë më nuk zgjidhen jetët edhe në mënyrat se kush cili t'i akmiret njëri tjetrit në mënyra më të dhimbshme. Dhe fatkeqësisht, populli shqiptar gjatë tërë periudhës 50 vjeçare pi luftën e dytë botërore deri tash ka participuar maksimalisht në këtë shtet dhe me mjetet e këtine që ne kemi participuar, ju e kthit armën popullit juve që jetojmë në Maqedoni. Dhe thoni edhe kjo është shumë e turpshme nga ana juve që thuni se e mbrojtëm Maqedoninë, nga kush e mbrojtët? Kush ishte agresor në Maqedoni? Vet policia dhe ushtria maqedone në këtë rast ishin ushtri fashiste e cila tentoi ta likvidon popullin e vet. Me gjitha mjetet e mundshme duke shfrytzuar rastin edhe nga Ukraina, edhe nga Serbia, edhe nga Bullgaria, nga gjitha shtetet tjera të përforcime, ushtri edhe armatim ta likvidon një popull vetën me cilin ka mund të bashkëjeton bashkë. Pse nuk keni ditë bani politik, ajo është problemi i popullit maqedon. Unë edhe tash, edhe këto vite, 10 vite, pavarësisht se jam pjesë e atij dëmit të madh që më ka bënë gjatë luftës, po kam dëruar vetëm për arsye se ne jemi human. Dhe kemi lejuar që me kohën ju të rehabilitoni në mendjen tuaj dhe të bindni erë për gjithmonë se lufta është e dëmshme dhe pas luftës duhet gjithë hartulemi në një tavolinë edhe të zgjidhen problemat në mënyrë më njerëzore. Fatkeqësisht gjatë kësaj periudhe, partitë politike shqiptare gjithmonë, pavarësisht kush ka qenë në pushtet, kanë treguar një durim, me një fjalë themi, kanë qenë më të durueshëm në kërkesat tona, duke lejuar që hajde me kohën ju do të punoni, se partitë politike maqedone do të punojnë që popullin maqedon ta bindin se duhet të jetojnë bashkërisht. Fatkeqësisht politika maqedone ndash ka LSDM, ndash ka VMRO, gjithmonë gjatë kësaj periudhe e ka keqpërdor këtë durim të shqiptarëve, duke krijuar nacionalizëm tek pala maqedone dhe në vend që ta bind popullin maqedon, përkundrazi ajo krijoi një armiqësi edhe marrëdhënia ndërkombëtare ka sjell deri në këtë mënyrë që tashmë edhe durimi edhe te partitë politike ka humbur, edhe te vetë popullata ka humbur për shkak gjendjes jashtëzakonisht traumë, të cilët e kanë familjet e dëshmorëve, edhe ka ardhur një situatë ku sot asnjëri nuk guxon të çlon penë. Fatkeqësisht VMRO-ja këtë kartë po e luan vetëm për një marketing politik, për shkak se ligji ka ekzistuar te ju. Ju keni marrë beneficione. Damat e luftës që kanë pagu edhe bujqive shembull një mateçës për një vnesh që ju ka prish ka marrë 300.000 euro. A familjet e shqiptarëve vetë kanë ndërtuar gjysat e shtëpive edhe konferenca e donatorëve që ka sjell mjetën në Maqedoni për përmirësimin e gjendjes të atyre vendbanimeve ku kanë qenë përfshira nga lufta, ka pas me 500 milion euro donacionet të cilët kanë qenë për risocializim, për rindërtim, për me përdor ose si kurse lloj gjëra që ta kthejnë gjendjen normale të dy popujve që jetojnë në Maqedoni. Fatkeqësisht këto mjetet të konferencës donatorëve, partitë politike maqedone i kanë keqpërdorur, i kanë drejtuar nëpër pjesë maqedone dhe deri sot komunën e Likovës nuk e di që një projekt mbi 50.000 euro ka hyrë në komunën e Likovës. Tregomni pas 10 viteve shkatrim total të komunës së Likovës, sot mos ket mbi 50.000 euro, që 50.000 euro i ka sot një person individual mund të më dhon për një projekt. Ajo 500 milion euro të keqpërdorën futen nga pala maqedone kurse ka populli shqiptar asnjë. Kur do shkon ky durim? Durimi ka ardhur deri këtu që besoj edhe apeli i partive politike shqiptare që nëse deri këtu është kufini, nëse këtë kufi shkilni, atëherë fatkeqësisht faji mbetet juve dhe përgjegjësia ju mbetet juve për çdo eventualitet më të keq. Unë do duhet ta bëj pauzën e parë për reklama dhe do të themi me mundësinë që do të keni mundësi që edhe më gjatë në pjesën e dytë do të vazhdojmë. Koha për reklama dhe kthehemi prapë në studio.